Një mrekulli madhështore, historike, profetike është që Muhamedi a.s. ka thënë numëroni 6 gjëra pas meje. Fillimisht thot vdekja ime, pastaj çlirimi i Kudsit, pastaj një vdekje e madhe që do të përhapet, pastaj përhapja e madhe e pasurisë, saqë dikujt i jepen 100 lira ari dhe megjithatë vazhdon të jetë i zemruar. Në një sprovë që nuk do të lënë asnjë shtëpi të arabëve pa u futur në të. Dhe në fund e 6-ta, thot një marrëveshje paqe që do ta keni me romakët. Dhe në fund do ta thejnë atë marrëveshje dhe do t'ju sulmojnë me 80 flamuj, në çdo flamur nga 12.000 ushtarë. Ky është ai transmetimi profetik. Dhe ku qëndron këtu mrekullia? Mrekullia është që ashtu siç e ka rëndit profeti a.s. me atë rënditje ka ndodhur. Edhe shikoni datat historike këtyre lajmërime që ka thënë profeti. Gjën e parë ka thënë numërone vdekjen time. Profeti a.s. ka vdekur në vitin 632. Pas kësaj vjen kush? Çlirimi i Kudsit, pra Jerusalemit. Që ka ndodhur çlirimi ushtarak në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, që ka qëru këtë vend prej perandorisë romake. Në vitin 637. Pas kësaj e përmendje vdekja që përhapet me të madhe të shokët e tij. E kjo ka ndodhur në vitin 639. Një mortaj është përhapur dhe kanë vdekur diku 25.000 prej besimtarëve. Pastaj përhapja e madhe e pasurisë, saqë njeriu i jepen 100 lira ari edhe megjithatë zemrohet. Kjo ka ndodhur në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu, rreth vitit 649, kur është përhap shumë pasuria tek muslimanët, shkak të çlirimit të madh perandorisë persiane dhe shumë prej dukave romake. Mrekullia tjetër e renditjes profetike është një sprovë që nuk lën shtëpitë arabëve pa u futur në të. E kjo ndodh me vrasjen e Uthmanit radhiyallahu anhu në vitin 656. Shikoni, kjo është me vërtet argument shumë i fuqishëm për arsisë, sepse këtë ngjarje kanë ardhur pikërisht me renditjen që ka përmend profeti a.s. Kurse e 6-ta me pajtimin e gjithë dietarëve nuk ka ndodhur ende. Por kur do të ndodhë vetëm Zoti e din. Po një gjë që ka përmend këtu profeti a.s. 80 flamuj, çdo flamur ka 12.000 ushtarë, kjo në atë kohë s'ka pas mundësi me ndodhë, se ky numër i gjigant i ushtarëve, 960.000 ushtarë nuk ka ekzistuar në atë kohë. Dhe kjo aleancë midis 80 flamujve nuk ka ekzistuar më parë. E kjo pritet që të ndodhë në kohët e fundit, kur vetëm Zoti i Madhërisht e din. Prandaj edhe kjo renditje që nuk ka asnjë gabim më të vogël, si kishte mujt me ditë Muhamedi a.s. po të mos kishte qenë i dërguar i Allahut.